Një problematik shqetësuese në vendin ton është transmetimi vertikal i virusit, pra kalimi i tij nga nëna tek fëmia. Rritja e nivelit të njohurive për transmetimin e HIV nga nëna te fëmia dhe pakësimi i rrezikut për transmetimin nga nëna te fëmia përmes përdorimit të ilaçeve antiretrovirale janë shumë të rëndësishme për pakësimin e transmetimit të HIV-it nga nëna tek fëmia. Ekspertët vlerësojnë se rritja e numrit të rasteve të infektuara nga nëna te fëmia kërkon një program të veçantë të kontrollit të virusit HIV te gratë shtatzëna, si dhe testim të tyre si gjatë kujdesit të paralindjes, ashtu edhe gjatë lindjes. Shefi i epidemiologjisë në Vlorë, Agron Bashllari, thotë se ka shumë rëndësi kapja e hershme. Ai thekson se ka një kulturë të ulët në popullat, edhe pse kjo temë është futur edhe në kurrikulat shkollore. Si të gjitha gratë testohen, dhe në shtatzani ne kemi kapur raste në vitet e mëparshme dhe gra shtatzane, dhe që kanë lindur dhe fëmijë si me HIV, por edhe pa HIV pikërisht për shkak të kapjes në kohë. Pra shumë e rëndësishme kapja në kohë të hershme. Ajo që ne shikojmë si problematik në Shqipëri, në tërësi si kundur është dhënë në raportet në nivel kombëtar, është kapja e vonshme e rasteve. Duke pat parasysh rastet e vitit 2025 në nivel kombëtar 125 raste, ku 15 prej tyre kanë humbur jetën, 7 prej tyre janë diagnostikuar pikërisht në vitin e fundit. Pra kjo tregon kapje të vonshme. Edhe pse bet një informacion masiv duke filluar që nga kurrikulat shkollore, që në ciklin 9 vjeçar në gjimnaz e me radhë organizata të ndryshme, institucione shtetërore, qendra shëndetësore, mjekët e spitalit, prap kultura në popullat në këtë drejtim për të testuar, ka akoma vend për përmirësim. Është e nevojshme që kategoritë më në risk, që siç e dihet transmetimi kryesor ndodh në moshat e reja, pra 25-44 vjeç, pra janë dy fasha 10 vjeçare, të cilat kanë një transmetueshmëri ose një sëmundshmëri të lartë në këtë sëmundshmëri të përgjithshme, rreth 27 dhe 28%. Pra kjo është grup mosha ku kjo sëmundje është më tepër e përhapur, por njëkohësisht janë dhe moshat e reja. Marrëdhëniet seksuale fillojnë në moshë të hershme dhe për këtë, sipas Bashallarit, duhet kultura për tu testuar, pasi pasojat mund të jenë të mëdha. Qëllimi është që ne duke ditur që marrëdhëniet seksuale si rruga kryesore e transmetimit fillojnë tashmë pra nga vlerësimet e sjelljeve në grupet e të rinjve, fillojnë që në moshë më të hershme. Rrjedhimisht duhet të kemi kulturën pra për tu testuar, për të parë pra ku jemi në raport me këtë sëmundje. Pasi dihet që sa më të hershme marrëdhënie seksuale, aq më i vogël është informacioni që mund të ketë pra personi që kryen marrëdhënie seksuale dhe për më tepër dhe pasojat janë më të mëdha nëse kapet me vonesë. Ligji për kontrollin e parandalimin e HIV-sit, i cili daton që në vitin 2008 parashikon shumë qartë pra të gjitha aspektet pra lidhur me si me kontrollin e parandalimin e HIV-sit, me testimin dhe aty është dhe pjesa pra e kontrollit familjar, ajo çfarë ju thash dhe më parë, ku nxiten çiftet e reja, pra përpara se të konceptojnë pra një fëmijë të arshëm të kryejnë testimet për të mbrojtur pra për të ditur statusin e tyre, por njëkohësisht edhe për të mbrojtur pra fëmijën e arshëm.